Kompania Lidl vazhdon të zgjerohet në maqenininë e Veriut. Sot, në mënyrë festive, në komunën Gazibabas, u hudh gruthemeli i objektit të më të ri të zinxhireve të marketit të Lidl, e cila do të jetë me një hapësirë teje të madhe dhe do të funksionojë edhe për eksportim të produkteve jashtë vendit. Drejtori i patundshmërive të Lidl në maqenininë e Veriut, Goce Gavrilov, tha se marketi do të ndërtohet në standardin dhe nivelin më të lartë ndërkombëtar. Ai tha se do të sigurohen edhe 130 vende parkimi për veturat, me qëllim që, siç tha, konsumatorët të ndjehen sa më komod dhe të kryejnë punë sa më lehtë dhe sa më shpejt. Marketi është projektuar në atë mënyrë që të sigurojë funksionalitet, komoditet, praktik dhe ambient të përshtatshëm për blerje, si dhe kushte të përshtatshme për të punësuarit tanë. Salla shitëse në këtë market do të ketë rreth 1500 metra katror, hapësira komode për konsumatorët që të mundet shpejt dhe lehtë të gjejnë zgjedhjen e produkteve të nevojshme. Të pranishmeve ju drejtua edhe kryetari i komunës së Gazibabës, Boban Stefkovski. Ai tha se ky investim do të sjellë mundësi të reja për qytetarët, vende të reja pune, zhvillim profesional, zgjedhje më të gjerë dhe ofertë më cilësore për konsumatorët. Kjo ngjarje nuk është vetëm fillim edhe i një ndërtimi modern, por simbol i besimit, zhvillimit dhe mundësi të reja për bashkëpunimin ton. Veçanërisht dua të falenderoj drejtorin e patundshmërive të Lidl në Maqedoninë e Veriut, Goce Gavrilov, dhe gjithë ekipin e Lidl, të cilët me përkushtimin dhe vizionin e tyre sjellin rritje të ekonomisë, investime të reja dhe hapin vende të reja të punës. Stefkovski theksoi se vetë prania e një kompanie europiane si Lidl është një mesazh i fuqishëm se komuna e Gazibabës është një komunë që zhvillohet, që rritet dhe që bëhet gjithnjë e më tërheqëse për investimet e reja.